Në mbrojtje kemi ke Gjimshiti, apo ke tjetri, në sulm kemi ke Broja. Aslani cilësoj këto lafe gazetarësh, do me thënë lafe kafeneje, si që mund t'ulem ne të diskutojmë. U mundua të ishte modest për të respektuar dhe pjesën tjetër të ekipit. Tani ai futbollistësh nuk është akademi shkencash. Jo, po nuk duhet flasim pastaj për çështje akademie. Ai lëviz me këmbë, nuk lëviz me trup. Shikoj, Smeralda, unë e kam lexuar ndryshe dhe ata që më kanë shkruar. E kanë lexuar si ai e ka marrë si një lloj sulmi thonjza. Ndërkohë që është shmangur përgjegjësisë për të thënë që po, si një lojtar që vërtet luan në një ekip të madh dhe supozohet që je ardhmja e atij skuadre, ti duhet t'japësh më shumë dhe nuk mund të jesh ti në vlerësim me gjithë pjesën tjetër. Kjo është e gabuar. Nuk është se ka dhënë maksimumin ai sa ka mundur, se tani jo në çdo ndeshje mund të japësh, ai nuk është se u ruajt. Cilat janë cilësitë, se ne po pretendojmë sikur Aslani ka cilësitë e Bellingham dhe nuk po i shfaq. Tani cilësitë e tij këto janë. Unë mendoj që me kombëtaren është munduar të bëj maksimumin, ka pasur oscilacione pafundësisht. A kemi pasur ne apo kemi në një lojtar si Aslani për ta zëvendësuar? Deri diku lojtarët e mesfushës janë në të njëjtin nivel, por roli i tij është pak sa specifik, sepse luan direkt pas mbrojtjes, edhe ka një përgjegjësi shumë më të madhe se mesfushorët e tjerë, sepse është ai që duhet nxjerrë ekipin përpara, është ai që duhet ndërveprojë edhe me dy kolegët e mesfushës, po edhe me kisha mbrojtjen. në kuptimin falje, nuk i kisha përtulur mesfushorët e tjerë. Unë thash, ne kemi 4 mesfushorë dhe ne tek mesfusha gjithmonë kemi problemet, pra ne kemi folur që kemi shumë sulmues, nuk kemi shumë mesfushorë, pra bëhet i domosdoshëm në kushtet ku jemi. Doja të dilja tek ajo që tha Enrico që a është apo jo, le të themi, apo pse kemi ne pritshmëri të larta për këtë lojtar. Pritshmëri të larta kemi sepse është një lojtar shqiptar i cili luan tek kampionët e Italisë në fuqi. Para 2 vitesh ishin finalen e Championsit. Pra, luan të një ndër ekipet më të mira për momentin. Dhe të luash të një ndër ekipet më të mira të momentit, normalisht që syt do i kesh nga ai. Për shembull, po të kap një krahasueshmëri me Gheorghin. Gheorghia i ka syt tek Davitashvili apo tek lojtari i Paris Saint-Germainit Kvaratskhelia. Normalisht i ka ai sepse ai është lojtari më i mirë dhe ai është më ylli dhe luan ekipin më top. Kështu është dhe ideja e Aslanit, por mos i varim më shumë pesh se ç'mundet Aslani të mbajë, sepse kaq është kapaciteti jon. Ne pretendojmë sikur jemi Anglia, por ndërkohë duhet ulim pak edhe këto pritshmëritë e larta. Shfaqur këtu si lojtari i Interit apo shfaqur si lojtari i kampionatit shqiptar? Kjo tani edhe te Interi ai zëvendësues është, nuk është se është lideri i ekipit, është shtylla e ekipit, ka shiritin e kapitenit në krah dhe të rreq Interin. Po edhe sa mundet ka një lojtar është vetëm një. Supozohet që por gjithsesi ndikon, po ai është pak sa i ri. Duhet marrë parasysh gjithë faktorët, nuk duhet hedhur në fushë edhe ti thuash tani më nxirr maksimumin tënd, bëj gjithçka çfarë më duhet mua. Lojtari domethënë ka dhe ato ulje ngritjet e veta, ai nuk është se ka përjetuar një sezon të shkëlqyer si vjet, edhe kur pati fatin domethënë të dëmtohej Çalhanoğlu, ndeshjet që ka luajtur te Interi edhe ka çeduar. Për shembull e masakruan në finalen e Superkupës Italisë, kujtohet? Po. Që gjithë Italia ju vendos pas sigurisht ai shkaktari i humbjes e me radhë. Por unë mendoj që ne nuk është se kemi pasur ndonjëherë mesfushor yll, super yll. Pra, një Granit Xhaka ne nuk e kemi pasur kurrë, po flas për shqiptarët, nuk po i krahasoj me brazilian apo anglez. Kështu që t'i gëzojmë faktit që kemi një lojtar që luan për një ekip të mirë, cilësi ka, të dhëna ka, edhe të shpresojmë që si që thithë ti ndeshja nuk luhet me një lojtar. Shpresojmë që të 11 të bën një grup të fortë për të arritur të marrë qoftë edhe një rezultat deri diku pozitiv. Për shembull, unë kujtoj që Kosova para disa vitesh në Angli u mund 5-3. Po kur mbarojnë ndeshja të gjithë u quan këmbë dhe duart rrokitë në ndeshje, se mund të mundesh. Po varet si performon, po. Kështu që shpresojmë që atje të shkojnë të bëjnë një ndeshje të mirë, të përballen denjësisht me Anglinë edhe këto lojtarët që flasim në lojtarët kyç të kenë pak peshë në të lojën e bukur, edhe të themi pastaj që Aslani, apo Ramadani, apo Gjimshiti. Po ti marrin një nga një, unë pritshmëri kam tek Broja, kam tek Aslani, kam tek Gjimshiti, nëse gabon një nga këta shtylla, atëherë aty, nëse një tjetër bën mirë, normal që do të cilësohet surprizë në tojza. Por të gabojnë këta 3 lojtarë që duhen ekipet të mëdha. Po neve për shembull fitoret, përgjithsisht, na i ka dhënë Yasir Hasani e Taulant Seferi që pritshmëritë ishin më të paktat. Atëherë kur ta shkëlqyen, po një moment pra që ka topin bën gol. Çdo të gjë që mund të jesh, mund të luash gjithkohën në mesfushë, ti je më i miri, por të bëhet Zidani apo ku diun të bëhet dhe të marrë ekipin ta nxjerrë përpara.
Po të bëj diferencën, të bësh diferencën nuk është... Ore, diferencën e bën Lamine Yamal, ore, Vinicius Junior nuk e bën dot aslani tani diferencën tani. Tani vetë the, kushton 10 fish më pak se lojtari më i shtrenjtë i Anglisë tani. Po nuk është, unë nuk po e marrë shumë nuk e kam parë në çdo ndeshje dhe nuk e bën diferencën për emrin e madh dhe marketingun e madh që i është bërë si lojtari i Interit. Këtë po them. Ore, kot nuk të mbani ne flasim për nivelin tonë. A ke më të mirë se Aslani po them për të rezëvendësuar në atë rol? Jo, në atë rol jo. Duhet të shohim paraqitjen me Anglinë, duhet të shohim se si do bëj. Por ti ske more edhe nëse ti paraqitjen me Anglinë edhe Aslani nuk e konsideronim ne deri para një viti. Nuk e dinim, nuk e donim në krah, po them ko donim brojën. Nuk e sepse nuk shoh dikë tjetër që në horizont që ta grumbulloj, nuk po them që dhe doli parakaloj. Nesër mund të dalë dikush tjetër dhe ta parakaloj. Po shpresojmë, absolutisht që shpresojmë gjithë, sepse nëse do ketë konkurrencë në një rol, do rritet edhe niveli. Cole Palmer, lajm i mirë për Shqipërinë apo ka rëndësi që njëri vjen tjetri? Cole Palmer është filluar ndeshja 1-0. Gjithmonë kur është ai në lojë. Do thënë Chelsea ka ca ndeshje që nuk shënon dot. Te rezultati im. Ta ngelen 9 veta. Cole Palmer është, domethënë, se tani po diskutojmë mbi bazën edhe të dëshirës fitoj kombëtarja, të paraqitet mirë, të marrë një rezultat pozitiv. Po ne duhet mendojmë diçka Esmeralda, që po luajmë kundër Anglisë. Të luash kundër Anglisë. Prandaj na kanë mbetur vetëm dëshirat dhe ëndrat, ne me që po luajmë kundër Anglisë, nuk është se po tishim me ekip tjetër. Unë mendoj që rrestimi jon do jetë 10, domethënë portieri dhe 10 mbrojtësa, sepse është një ndër kombëtarët më të mirë të botës. Ka lojtarët më të mirë për momentin dhe mungesa e Cole Palmer është një mungesë goxha e madhe, është